Është shumë e vërtetë, domethënë se kohën javën e kaluar, po edhe këtë javë kemi rritje enorme të çmimeve të derivateve, gjë që shprit për shkak krizës e cila dhe luftës që filloi në Iran me Izraelin edhe SBA-n, kështu që ne duhet të dimë se Irani është një prodhues shumë i fuqishëm dhe shumë i madh i derivateve, domethënë dhe mund të themi lirisht aty ndodhen rezervat më të mëdha. Edhe prodhohen sasitë më të mëdha, domethënë në Iran, kështu që përveç kësaj aty kemi edhe atë ngushticën e Hormosit, të cilën thotë se do ta shtyroj Trumpi. Mirë po, ne mendojmë se nuk është aq e thjeshtë situata, si mundohet ta prezantojnë këta që kanë hi veç në luftë, po shohim se në luftë po inkuadrohen edhe vende tjera, që ajo mund të marrë edhe për masa shumë më të mëdha, që mund të ndikon deri përsëri në rritjen enorme të derivateve, a me rritjen e çmimit të derivateve sektorët më të rëndësishëm, të cilët i prek dhe ndikon në rritjen qoftë se shërbimeve të tyre apo të prodhimeve të tyre, është sektori i transportit. Sektori i transportit është një nga faktorët kryesorë që ndikon në formimin e çmimeve në treg, për arsye se drejt për drejti ato shfrytëzojnë domethënë derivatet, naftën e shfrytëzojnë për si lëndë djegëse për të kryer transportin e madrave prej Evropës, këtu të ne ose prej këtu të drejt Evropës dhe rajonit. Sektor tjerë të cilët i atakon kjo rritje e naftës, kjo rritje enorme e naftës, domethënë janë edhe sektori i prodhimtarisë, sektori i bujqësisë, edhe shumë sektor tjerë, po edhe të ndërtimtarisë, për arsye se repromaterialet të cilët prodhohen në fabrika si lëndë parë mund ta kenë naftën, që drejt për drejti edhe ajo rritja e çmimit, aty do të ndikon edhe në rritjen e çmimeve të produkteve të cilët janë si rezultati prodhuesve, të cilët si repromateriale për ta realizuar procesin e prodhimit ato shfrytëzojnë derivatet. Kështu që edhe në industrinë ushqimore në mënyrë indirekte ndikon në rritjen e çmimit të produkteve ushqimore. Faktikisht rritja e çmimit të naftës mund të themi mund të themi se i atakon të gjithë sektorët e ekonomisë, së tregut, të gjithë sektorët të cilët domethënë funksionojnë në tregun ton, po edhe në tregjet e shteteve tjera. Kështu që kemi disa sinjale, edhe kishte do garanca edhe në mjetet e informimit i ndëgjuar se prodhuesit më të mëdhenj të naftës dhe këta që merren me bizneset e naftës, kompanitë më të fuqishme, do të lëshojnë në treg një sasi të konsiderueshme të naftës, e cila do të ndikon deri te rritja e ofertës dhe gradualisht domethënë edhe uljen e çmimeve, që mos vazhdon ky trend, se nëse fillon edhe vazhdon ky trend që ka filluar, po edhe vazhdon edhe më të tjetër, domethënë që në berzat evropiane dhe botënore rritet çmimi i naftës, atëherë do kemi probleme shumë serioze. Qeveria domethënë e përcjell situatën, më mendja që e përcjellin me vigjilencë situatën e zhvillimit të punëve në tregun evropian dhe më gjerë dhe bëjnë analizat të thukta se si mund të vim deri te domethënë normalizimi. Spaku mos kemi një rritje kaq të madhe, domethënë për një afat shumë të shkurt, po ta ngadalsojnë atë rritje, po brenda mundësive edhe domethënë të gjejnë metoda, çdo qeveri, çdo shteti, të gjejnë metodat e tyre me të cilat drejt pas drejti do ndikojnë mbarëm çmimin e naftës, kaq deri në këtë nivel që është rrit deri tash, mos vazhdojë rritja edhe më tutje, po të mbetet kështu. Domethënë ato i kanë instrumentet e veta qeveria në dorë me të cilat mund të ndikon në stabilizimin e çmimeve të tregut, po është pak vështirë. Ndikon për arsye se domethënë kjo është një krizë më e gjerë, nuk është vetëm për shtetin tonë. Nëse shiqojmë çmimet të cilët i kemi ne të derivateve këtu në Maqedoni, domethënë në tregun tonë, mund të them lirisht se janë çmimet më të volitshme vis-a-vis gjithë
shteteve tjera në rajon, po edhe më gjerë. Për arsye se, domethënë këtu edhe më herët, edhe kur s'kemi pas krizë, çmimi i derivateve në Republikën e Maqedonisë ka qenë atraktiv edhe për vendet që i kemi, me të cilët jemi të kufizuar, dhe shumë prej tyre edhe shfrytëzojnë domethënë pompat e benzinës që i kemi në tregun tonë në Maqedoni për të furnizuar qoftë ato mjetet transportuese, qoftë edhe mjetet më të vogla veturat e kështu me radhë. Më thënë, ka qeveria në disponim edhe ulljen e akcizave që e paralajmërojnë fillim, po mandej u tërheq për arsye se çmimet tona janë më të mira në rajon, edhe nuk shkuan në një hap të tillë. Qeveria nuk mor një vendim të tillë që të ullë akcizat, po njëkohësisht edhe TVSH-ja nëse ullet edhe ajo mund të ndikojë, domethënë në stabilizimin e çmimeve në treg, dhe barem sa do pak, domethënë edhe populli, po edhe biznesmenët të shohin se qeveria është interesuar për të mbajtur stabilitet të çmimeve, në mënyrë që të vazhdojë ekonomia mos ketë mosvim në një situatë kur të vijë deri te kufizimi, thash, i veprimtarive aktiviteteve ekonomike të subjekteve ekonomike, po njëkohësisht, domethënë kemi çmime stabile nuk mund të kemi, po parafërsisht stabile. Qeveria i ka instrumentet e veta edhe njerë për e përmendi, ka edhe rezervat shtetërore të derivateve, për arsye se sektorin, sidomos të bujqësisë, e prek tash më shumë, se tash fillojnë ato aktivitetet në sektorin e bujqësisë për mbjelljen e farave të ndryshme, kështu që ato do të kenë më shumë të nevojë për derivate, po mendoj se ato edhe ashtu e kanë çmimet i kanë të subvencionuar nga ana e qeverisë, dhe besoj se edhe këtë krizë momentale të cilën e kemi, që lusim që mos të rriten çmimet në mënyrë të pakontrolluar, se ato gjithsesi do kenë ndikim, domethënë, në gjitha sektorët të cilët i përmend. Ne duhet të orientohemi edhe të shiqojmë si do të zhvillohet situata, domethënë në vendet të cilët kanë hinë në luftë. Për arsye se krejt varet prej atje. Ne nuk dëshiroshim as pak si biznese që të vazhdon rritje e derivateve, për rritje e çmimit të derivateve, për arsye se është shumë e logjikshme dhe shumë normale se çmimet e derivateve, domethënë, kanë ndikim dhe impakt në të gjitha, domethënë, produktet, pa marrë parasysh a janë ato të lëmisë ushqimore apo produktet e tjera, mallrat e tjera, siç janë, domethënë, të ndërtimtarisë, të cilët kanë shkuar jashtë normale, si janë rritë këto 2 javë ditë, domethënë. Kemi rritjen e çmimit të hekurit, i cili ka mbrit deri në 750, ka qenë 610-620 euro, çka do të thotë se diku 130 euro për tonë me u rrit për një javë, për 10 ditë, është me të vërtet një rritje e cila është shumë vështirë për mu përballu nga ana, domethënë, e ekonomisë e një vendit, po gjithsesi, domethënë, në një sektor eventualisht është më pak i prekur dhe më mirë do të mbijeton në situatat e këtilla, kurse sektorët tjerë, po edhe ato ushqimor, edhe sektorët e sektori i ndërtimtarisë, edhe sektorët tjerë të transportit, edhe sektorët tjerë, ato do të kenë probleme serioze dhe ata janë të detyruar të rritin çmimet e tyre. Qoftë të industrisë ushqimore nëpër markete, qoftë të ndërtimtarisë, qoftë sektorëve dhe veprimtarive tjera, rritja e çmimeve është e paevitueshme. Nëse shkojmë me ngrimje të çmimeve vetëm në çmimeve bazike ushqimore, atë ka bërë qeveria edhe më herët, kur u rriteshin çmimet në mënyrë të pakontrolluare dhe bishin vendime të cilat, domethënë, vendime e kuvizojshin rritjen e mëtutjeshme të artikujve, ose domethënë ngrimjen e çmimeve me një fjalë që ajo si mas, ne jemi ekonomi e tregut dhe nuk është aq e pranueshme, por në situata të jashtëzakonshme, në situata të luftës, qeveria mund bjerë edhe ashtu vendime në funksion të ruajtjes së interesit të qytetarëve. Sa i përket ngrimjen e çmimeve të derivateve, domethënë, është e papranueshme, edhe nuk mund të implementohet, domethënë, ngrimja e çmimeve në ekonominë, në çmimet e derivateve në ekonominë e tregut tonë, për arsye se atëherë do të kemi
nuk do mund të furnizohemi, për arsye se çmimet të cilët do të jenë të ngrira, ato do jenë çmime jo të tregut, nuk janë çmime që janë formuar në treg dhe i ngrin qeveria me vendime, po ne dim se çmimin e derivateve dhe kompanitë që janë multinacionale e kontrollojnë biznesin me derivate dhe ato jo se dhe t'ju vjen keq se është rriqja, po ato për profit punojnë dhe për atë edhe janë kompani të fuqishme. Varet edhe për atine çfarë masa do ndërmarren, po ngrimje të çmimeve të naftës dhe derivateve nuk mund të ketë. Sipas mendimit tim, nuk mund të ketë për arsye se ajo ngrirje ndikon mandej se nuk mund të kemi edhe furnizim të mjaftueshëm me ato çmime të ngrimjes, se askush nuk të shet derivate me një çmim, domethënë të cilën ti e ke ngri. Qeveria mund të bën ngrimjen e çmimeve, por duhet të finanson pjesën tjetër të çmimit, të cilin që është prezent në treg, se vetëm ashtu mund të funksionoj ekonomia. Përndryshe, vetëm me ngrimje të çmimeve, absolutisht unë mendoj se ajo masë është e papranueshme te derivatet, për arsye se ne nuk prodhojmë, nuk kemi derivatet tona, ne importojmë, atëherë mund të ndalet, mund të vihet edhe të ndërprerja e importit për furnizim me naftë dhe me derivate tjera, domethënë tregun e Maqedonisë që ajo do të ishte, nëse vjen deri te ndonjë kufizim ose ndërpremje totale, atëherë nuk funksionon e tërë ekonomia, mund të vinë në një situatë shumë të rëndë dhe atëherë do na duan shumë më tepër masa të ndërmarrim edhe nga ana e qeverisë dhe bizneseve që të vim deri te stabilizimi i furnizimit me derivate të tregut. Sa ato janë pa pardon, domethënë kur është në pyetje çmimi të cilin ato e kanë aprovu në kompanitë e tyre dhe ato nuk pranojnë më çmim tjetër. E vetmja mënyrë është për me ngritë çmimet është që qeveria të subvencionoj pjesën e diferencës ndërmjet çmimit real dhe çmimit të cilën e ka ngritë qeveria. Nëse merr atë obligim qeveria, atëherë mund të vijë deri te ngrimja e çmimeve dhe kursehen qytetarët nga çmimet dhe nga rritja e çmimeve enorme. Korrigjimi i çmimeve të naftës se ne bëhet nëpërmjet komisionit rregullator. Dhe ato kanë pru një vendim që korrigjimi i çmimeve të derivateve në tregun tonë të bëhet një herë në javë, vetëm ditën e hanë. Kjo për ne domethënë nuk është një vendim i qëlluar, po unë nuk e di në bazë cilët fakteve dhe në bazë cilëve argumente ato kanë pru një vendim të tillë, për arsye se ne kemi ndryshime të çmimeve të derivateve çdo ditë. Për fat mirë një 2-3 ditët e kaluara kemi pas edhe ramje të çmimeve, po një ramje shumë simbolike, kur është në pyetje se sa ato janë rrit deri tash. Kështu që dhe shiqojmë dhe si dhe zhvillohet situata dhe çmimet e derivateve njëherë për njëherë nuk janë stabile fare në treg dhe ekonomitë, kompanitë e vogla, të cilët nuk mund t'ju përballojnë këtyre çmimeve në prodhimin gjatë prodhimtarisë së tyre ose kryerjes së ndonjë veprimtarie tjetër shërbyese, ato do ndodhen në situatë shumë palakmueshme, sidomos ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, ndoshta ndërmarrjet e mëdha mund ta përballojnë që të punojnë me humbje për një periudhë të caktuar derisa të vijë deri te stabilizimi, meqense biznesi njeh vetëm profitin, nuk njeh gjë tjetër, po sido që të jetë, ne mund të jenë të goditura, domethënë pyetjen që e parashtruan, mund të jenë të goditura disa kompani të cilët shfrytëzojnë domethënë për qoftë në lëminë e prodhimtarisë ose qoftë në lëminë e bizneseve tjera, sektorëve tjerë, nëse shfrytëzojnë sasi të mëdha të derivateve si repromateriale për zhvillimin e veprimtarisë së tyre. Mund të ketë edhe pasoja, mund të ketë edhe, mund të themi, disa ndërmarrje që janë të vogla prodhuese të ndërprejnë prodhimtarive e tyre, nëse nga një anë vinë deri te kufizimi i çmimeve, nga ana tjetër kemi rritje enorme të çmimeve të derivateve dhe kështu që sektori privat, sektori real, ekonomik, domethënë i cili është i lidhur ngushtë me çmimet e derivateve, ato mund të kenë probleme serioze dhe vendimi i tyre do të jetë si do të vazhdojnë më tutje.